Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Maqedonia ka sot çmimet më të ulta të ushqimeve në kontinent. Sipas të dhënave nga Eurostat, dallimet në çmimet e ushqimeve në Europë janë të mëdha. Zyrtarisht çmimet janë 27% më të ulta se mesatarja e Bashkimit Evropian. Çmimet e ulta të ushqimeve janë karakteristike e Europës juglindore dhe Ballkanit Perëndimor, kështu që Turqia, Bosnjë-Hercegovina, Malezi dhe Bullgaria janë gjithashtu dukshëm nën mesatare brenda BE-s, ndërsa Rumania është në situatën më të favorshme. Ushqimi përfaqëson një nga shpenzimet më të mëdha për familjen europiane me një mesatare prej 11.9% të konsumit total në Bashkimin Evropian, ndërsa në vende si Rumania, kjo pjesë rritet në 20%. Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Marko Bislimovski, paralajmëroi se çmimi i energjisë elektrike në treg nuk do të jetë konkurrues nëse rritet për shkak të taksës importit të Bashkimit Evropian. Nëse Europa nuk e braktis planin për të futur një taks karboni në vendet anëtare të Komunitetit të Energjisë në vend të integrimit me vendet anëtare të BE-s dhe formimit të një tregut përbashkët evropian, do të përfundojmë me tregtimin e energjisë elektrike ekskluzivisht midis vendeve që nuk janë anëtare të BE-s, tha Marko Bislimovski në një panel kushtuar sfidave në sektorin e energjisë të titulluar Qendra e politikave të energjisë së Ballkanit Perëndimor që u mbajt në Prishtinë. Sipas tij, me zbatimin e taksës karbonit, integrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor me shtetet anëtare të BE-s do të bllokohet. Nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani paralajmëroi se ligji për përfaqësim adekuat dhe të drejtë në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk mund të zëvendësojë balancuesin. Duke komentuar mendimin pozitiv të Komisionit të Venecias për këtë ligj, Osmani tha se ai nuk vepron automatikisht, por varet nga vullneti i administratës. Nënkryetari i BDI-s nënvizoi se balancuesi si ligj funksiononte vetëm sepse nuk linte hapësirë për improvizim, ndërsa ky ligj krijon hapësirë dhe pabarazia gjithmonë e shfrytëzon, deklaroi Bujar Osmani. Rajoni. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani shfrytëzoi takimin me kryetarin e ri të komunës Mitrovicës së Jugut Faton Peci për të kujtuar se Mitrovica dhe Veriu vendet janë toka shqiptare dhe se trashëgimia kulturore ilire në pjesën e Veriut është dëshmi e saj. Këto toka kanë qenë gjithmonë të shqiptarëve dhe vetë trashëgimia kulturore ilire që shihet kudo në pjesët veriore, sado të largëta brenda territorit tonë është dëshmia më e madhe e kësaj. Për Osmanin, bashkëpunimi interinstitucional është i domosdoshëm për ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, duke theksuar rëndësinë politike dhe strategjike të Mitrovicës për shtetin. Ky qytet, qyteti ku jemi rritur, ka potencial të jashtëzakonshëm. Siç e përmendi kryetari, jo vetëm për shkak të bukurive natyrore që ja ka falë Zoti, por edhe për shkak të traditës që e ka, për shkak të potencialit që e kanë njerëzit e Mitrovicës në çdo fushë dhe për shkak të historisë që e ka. Tani, sidomos gjeneratat e reja, presin që të ecin përpara, presin që të zhvillohen, presin që të krijohen vende të reja të punës me perspektivë. Bashkimi Evropian paralajmëron takim tjetër të nivelit të lartë në dialogun Kosovë-Serbi. Takimi i fundit ndërmjet Besnik Bislimi dhe Petar Petkovićit, kryenegociatorët e dialogut Kosovë-Serbi, përfundoi pa rezultat më 11 shtator në Bruksel. Sa i përket dialogut Beograd-Prishtinë, Kallasi do të thrasë një takim të nivelit të lartë sapo situata ta lejojë, thuhet në përgjigjen e Bashkimit Evropian pas interesimit të medjave. Ish kryenegociatori i dialogut dhe ish ambasador kanë paralajmëruar se procesi mes Kosovës dhe Serbisë mbetet i bllokuar deri në formimin e qeverisë së re pasi ndërmjetësit ndërkombëtar janë në pritje të krijimit të institucioneve legjitime për të rifilluar bisedimet. Nderohet lufta UÇK-s në Kosovë, me rastin e 27 vjetorit të rënies së 41 dëshmorëve të kombit bashkë me komandantin e brigadës 113 Mujo Krasniqi, u mbajt një akademi përkujtimore ku u nderua sakrifica, heroizmi dhe vepra e dëshmorëve që ranë për lirinë dhe bashkimin kombëtar. Kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve, Xhavit Jashari, u shpreh se lufta UÇK-s është e drejtë dhe çlirimtare, duke kërkuar drejtësi për krerët e UÇK-s që mbajnë në hak. Ndërsa general Daud Haradinaj përmendi se rënja e Mujo Krasniqit dhe bashkëluftëtarëve të tij ishte humbja më e madhe, por dhe burim force dhe frymëzim për UÇK-n. Sot Muja dhe bashkëluftëtarët e tij janë shtylla e Kosovës së lirë. Ata janë në çdo cep të Republikës sonë. Në lirinë që jetojmë çdo ditë, në shtetin që e ndërtojmë në emrin e tyre. Emri i Mujës u bë bajraki i brigadës 113, ku në shumë betejë të përgjakshme u lartësu figura e tij. Kjo brigadë, pra 113 e Mujo Krasniqi, e udhëhequr nga komandanti Hysni Shabani, u kthye në Tmerrën kundër Serbisë.
I pranishëm në takim, kryetari BDI-s Ali Ahmeti shtoi se lufta u fitua, por sfidat kombëtarisht nuk kanë përfunduar, duke kujtuar veprimet anti-shqiptare dhe propagandën që vazhdojnë të rrezikojnë identitetin shqiptar. Çarçe anti-shqiptare që historikisht kanë vepruar, punuar kundër kombit e gjakut shqiptar, janë akoma aktive. Dhe kjo po shifet në të gjithë proceset e brenda 20 viteve që kanë ndodhur, procese që për bazë kanë të tërë propagandën dhe shpifje që I ka bërë Rusia dhe Beogradi, politika slave për zhduken e identitetit shqiptar. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Kryeministri Edi Rama ofroi fermerëve Bankën e Zhvillimit si një instrument financiar në mbështetje të tyre. Në një takim me sipërmarrës në Elbasan, shefi I qeverisë shqiptare vlerësoi se linja e re e kreditimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme e Bankës së Shqipërisë shkon deri në 250 milionë euro si fazë e parë dhe mund të arrijë deri në 2 miliardë euro. Krahas asaj Rama vlerësoi se nga 7-1 që ishte raporti import-eksport për produktet bujqësore në mandatin e tretë qeverisës, ai ka arritur në 3.1. Tre mandate nga kur eksportet kanë vazhduar të rriten dhe të diversifikohen, duke kapur një vlerë që këtë vit, vetëm në nëntmujorin e parë, është më e lartë se sa e gjithë vlera e vitit shkuar, dhe duke u ofruar të përmbushim gjysmë miliard euro eksporte. Por ajo që është akoma më rëndësishme, kemi përmbysur raportin e eksporteve me importet, të cilin e kemi gjetur një eksport 7 import, dhe sot jemi në 1-3, duke vazhduar të shkojmë drejt tendencës ulse edhe të treshit dhe synimi ynë është që të arrijmë objektivin e 1 eksport, 2 import, kur vjen puna tek prodhimi bujqësor. Ministri I Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Shqipëri Andi Salla në një takim me fermerë dhe sipërmarrës në Elbasan premtoi rishikimin e skemës kombëtare të mbështetjes, synimi sipas tij është parafrimi me Bashkimin Evropian. Gjatë fjalës ministri Salla tha se për fermerët që deri më sot janë paguar deri në 50% është parashikuar në aktin normativ shlyerja e pjesës së mbetur brenda këtij viti buxhetor, duke garantuar që çdo fermer të marrë mbështetjen e plotë që I takon. Për vitin që vjen kemi buxhetin më të lartë që kemi pasur ndonjëherë, rreth 16.3 miliard lek për bujqësinë, lektorin, peshkimin, ku 5.2 miliard lek do të shkojnë vetëm për skemën kombëtare të mbështetjes, si pagesë direkte për fermerët dhe grante të investimit për ferma dhe agrobizneset. Kjo shumë është 16% më e lartë se buxheti fillestar I vitit 2025. Byroja Kombëtare e Timit në Shqipëri mohon përplasjen me Gardën e Republikës të Ambientit e Kryeministrisë. Në përgjigje ndaj deklaratave të kryeministrit Edi Rama se 3 hetues kishin refuzuar të dorëzonin armët sipas rregullores në hyrje të ambientit të Këshillit të Ministrave, Byroja Kombëtare e Timit sqaroi se hetuesit kanë kërkuar informacion mbi mënyrën dhe vendin e depozitimit të armëve, edhe pas informimit nga Garda gjithçka ka vjuar normalisht. Prania e punojësve të Byros Kombëtare të Hetimit në Ambientet e Kryeministrisë daton më 20 nëntor për ekzekutimin e vendimit të gjykatës posaçme të shkallës së parë, përmes së cilës është vendosur masa e pezullimit nga ushtrimi I detyrës të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Kryeministri Edi Rama më herët pretendoi për një keq përdorim të pushtetit nga organet e drejtësisë, duke komentuar kthimin e Belinda Ballukut në krye të detyrës pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Edi Rama tha se vendimi I mëparshëm për pezullimin e Ballukut goditi organizimin demokratik të shtetit. Për këtë pretendim, ai listoi edhe një episod, duke thënë se ka ardhur koha e një reflektimi serioz, profesional dhe interinstitucional. Po kishin ardhur një ditë në godinën e Këshillit të Ministrave dhe nuk donin të linin patllakën tek dera, sipas rregullores sigurisë së lartë të Gardës Republikës. Pra nuk dua kurse si të them se ferrat e mendësive dhe sëmundjet vjetra e kanë marrë uratën e drejtësisë së re, por dua të ndaj me të gjithë bindjen se ka ardhur koha një reflektimi serioz, profesional dhe ndërinstitucional për të ndarë beben e sapo lindur nga ujërat e pistë në një proces historik ku duhet garantojmë me dojmos suksesin e reformës në drejtësi. Duhet garantojmë me dojmos pavarësinë e
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pretendon se veprimi i gjykatës për riktimin në punë të zëvendës kryeministres Belinda Balluku i jep asaj mundësinë të dëmtojë provat. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët, Berisha tha se pas këtij vendimi nuk ka më asnjë pengesë për ministrat e Ramës për të vjedhur shqiptarët. Ukraina ka hequr dorë nga ambicia e saj për të bashkuar me Aleancën Ushtarake të NATO-s. Vendimi shkruar në zyrat e Edi Ramës te i kalon mbi kalon të gjithë sistemi gjyqësor shqiptar, i cili ka tagri në përputhje me kushtetutën të shqyrtoj masat e sigurisë, gjykatës apelit, gjykatës lartë, duke anulluar pezullimin e Lubi Ballukut, duke i dhënë dhe një muaj e gjysmë kohë asaj që të falsifikoj, të manipuloj çdo dokument të vjedhjeve të saj kolosale me Edi Ramën direkt dhe me të tjerë. Bota. Sulmi antisemit në Sydney shkaktoi vdekjen e të paktën 15 personave gjatë një feste hebraike. Policia australiane deklaroi se 2 persona, një baba 50 vjeçar dhe djali i tij 24 vjeçar, janë autorët e mundshëm të sulmit. 50 vjeçari ka ndruar jetë, ndërsa 24 vjeçari është aktualisht në spital, theksoi policia e Walesit të ri Hugh Gore Malanion në një konferencë për shtyp. Autori i sulmit në Sydney është ndaluar nga një qytetar i Sydney i fesë muslimane dhe pronar i një dyqani frutash në periferi të Sutherland. Pas përleshjes, ai arriti të merrte armën nga terroristi duke shmangur përdorimin e mëtejshëm të saj. Sulmi i cilësuar si terrorist nga Australia është dënuar nga e gjithë bota. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se antisemitizmi nuk ka vend në këtë botë. Lutemi për viktimat e këtij sulmi të tmerrshëm, komunitetin hebre dhe popullin e Australisë. Ndërsa Benjamin Netanyahu, kryeministri i Izraelit, deklaroi se muaj më parë dërgoi letër kryeministrit të Australisë ku thuaj se politikat e tyre po i hedhin benzinë mbi zjarrin antisemitik. Kjo nxit urrëtitje ndaj hebrejve që tani po përhapet në rrugët tuaja. Antisemitizmi është kancer, ai përhapet kur udhëheqësit heshtin, prandaj dobësia duhet të zëvendësohet me veprime, apeloi Netanyahu. Ndërsa presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se jemi të bashkuar kundër dhunës, antisemitizmit dhe urrëtitjes. Gjermania paralajmëron Europën se koha e mbrojtjes amerikane ka përfunduar. Kancelari gjerman Friedrich Merz në një fjalim të mbajtur në Kongresin e Unionit Kristiano Social, CSU-s, paralajmëroi fundin e Pax Americana duke i kërkuar kombeve europian të përgatiten për ndryshimin e lidhjeve transatlantike dhe të forcojnë mbrojtjen në mënyrë të pavarur. Die Jahrzehnte der Pax Americana sind für uns in Europa und auch für uns in Deutschland weitestgehend vorbei. Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben. Und da hilft auch keine Nostalgie. Und ich wäre einer der Letzten, der sich dieser Nostalgie nicht gerne hingeben würde. Aber es nützt nichts. Es ist so. Die Amerikaner nehmen jetzt sehr, sehr hart ihre eigenen Interessen wahr. Dekada e Pax Americana për Europën dhe Gjermaninë në masë të madhe ka mbaruar për ne. Ajo nuk ekziston më ashtu siç e kemi njohur. Nostalgjia nuk do të na ndihmojë, edhe pse do të isha i fundit që do t'i dorëzohesha kësaj nostalgjie. Ky është një realitet. Amerikanët tani po mbrojnë në mënyrë shumë të ashpër interesat e tyre. Dhe kjo është arsye pse tani duhet të mbrojmë interesat tona, tha Merz. Kancelari u tha europianëve se prioritetet strategjike të Washingtonit kanë ndryshuar. Ai u shpreh gjithashtu kundër lëshimeve të tepërta ndaj Moskës në përpjekje për t'i dhënë fund luftës së Rusisë në Ukrainë, duke argumentuar se kjo vetëm do të forconte ambicjet e Kremlinit. Ai tha se presidenti rus Vladimir Putin nuk do të ndalet në Ukrainë, duke paralajmëruar për përpjekjet për të rivendosur kontrollin mbi ish territorit sovjetike, duke paraqitur kërcënime afatgjata për sigurinë europiane. Ukraina ka hequr dorë nga ambicjet e saj për t'u bashkuar Aleancës Ushtarake të NATO-s në këmbim të garancive perëndimore të sigurisë si një kompromis për t'i dhënë fund luftës me Rusinë, ka njoftuar presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ky veprim shënon një ndryshim të madh për Ukrainën, e cila ka luftuar për t'u bashkuar me NATO-n si një mbrojtje kundër sulmeve ruse dhe ka një aspiratë të tillë të përfshirë në kushtetutën e saj. Zelensky tha gjithashtu se përmbushën nga qëllimet e luftës së Rusisë, megjithëse Kievi deri më tani ka qëndruar i vendosur kundër lëshimit të territorit ndaj Moskës. Presidenti francez Emmanuel Macron, në një bisedë telefonike me homologun e tij Ukrainës Volodymyr Zelensky, tha se Franca do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën me qëllim arritje një paqe të fortë dhe të qëndrueshme. Presidenti francez tha se sapo kishte folur me presidentin Zelensky,
Amerikanët, europianët dhe ukrainazit kërkojnë paqe ndërsa Rusia vazhdon luftën e saj agresive. Ukraina mbetet e palëkundur, deklaroi Emmanuel Macron. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.